A I vendosi në atë gjendje pushimi e qetësie, sa ishte barbarëve krejt një mundësi të tillë dhe të përkujdesjes për shtimin e të vetëve. Ishte një mal, banorët e quajnë modris. Pik e repin, I cili, për shkak të lartësisë së vet, pështronte përpara tokat e turqëve, me një hapësirë të madhe. Atja I vendosi të ngritej një kështjell, dhe ta mbushte me luftëtarë, të cilët, me krismën e përderdhorëve, të lajmëronin kur të vinin armiqtë. Atje do të shkonin për stërim, edhe gjithë sa ishin afër. Këtë puna I e pat menduar qysh më parë, dhe ishte kujdesur me çdo mënyrë për të, por e la në mes nga shkaku I pengesave pa mbaruara të luftës. Prandaj u nis për në kruj, pa u vonuar as pak, sidomos sepse nuk donte as vetë të vyshkej, edhe më nga ëndjet. As ushtarët të vazhdonin të zhytur në plogështi dhe në rehatin e qef. Rindërtimi I qytetit kishte arritur nga fundi dhe punimet e tjera të mureve ishin plotësuar. Prandaj I mori murator dhe pjesën më të madhe të mjeshtërve, njëkohësisht edhe 4.000 pa pak ushtarë, që të shtynin armiqt në rast se sulmonin dhe të mos I linin të pengonin punën dhe u nis për në Modris. Por puna atje filloi e mbaroi me qetësinë më të madhe, pa ngjarë gjë gjatë asaj kohe nga ana e armikut, sepse Mehmeti atëherë me gjithë që po përgatiste me zellin më të madh, ushtrin kundër Skënderbeut, dhe si duroi pa u shpaguar, e la prapse prapi, me njan punët e tjera dhe zbutesi pothuaj fare për tokë, I trembur nga lajmi për një luftë të re dhe shumë të rrezikshme nga ana e Persisë. E duke mbajtur parasysh mënjan fuqinë e madhe të asaj gjendjeje, në anën tjetër mësimet fort të idhura të fatkeqësive të dikushme që patën të vetët. Çdo gjë e la mënjan e thuajse ja hoqi fillin fare, dhe drejtori gjithë vëmendjen andej, se çfarë shëndim do të kishin ato lëvizje. Megjithë këtë atë turbullonin pak, edhe sukseset e shumta të Skënderbeut dhe ankimet e të nënshtruarve që I qaheshin se tani e irpnin çdo ditë. Në fillim, I u lëshu armikut që se kish përpara me kërcenime dhe sharje të shumta. Pastaj mendoi por më kot për të bërë me të një bezlidhje. Dhe kështu, dërgoi ato ditë për faqësonjës që t'i sillte Skënderbeut paqen, po të donte të paguante tributin që pat kërkuar më parë Murati I Ati. Skënderbeu ishte njoftuar nga disa miq dhe purpurat mbretëror për të gjitha, edhe për shtirjen e Otomanit, edhe për luftën persiane. Prandaj, kur erdhi I dërguari, ja hodhi poshtë me vendosmërinë më të madhe të gjithë kërkesat, duke I dhënë se zor të pranonte kushte të drejta, dhe jo më aq të turpshme dhe poshtëronjëse për paqe me Tiranë. Ai kishte ardhur në epir me mendimin që t'ia zgjidhte vendin, zinxhirit dhe t'i ishte me sa vrejtja prej tije, çdo lloj skavërie, dhe jo që t'i vinte barë të reja. Ai e kishte liruar atë nga zgjedhja otomane, prandaj rrugtin e tërë atyre mundive dhe rreziqeve të veta, e merrte vetë ai. Po të donte miqësinë me ta, ai do të kishte pranuar atë barë, kur kishte brenda unë kërthis të vendit pothuaj gjithë fuqinë e Europës dhe të Azisë, kur kishte përpara syve Muratin, të përgjakur dhe që kërkonte po atë gjë me sinqeritet. Po të duhej të ishte mjaft çka kishin bërkuar gjërat e ditë. Për të kujtimin e asaj kohe, do të ishte nga më të mërzitshme. Tani ishte e tjetër gjendje. Kishin dalë të tjerë njerëz që vetëm me zor mundi të detyronte kush për një skllavëri të zezë si ajo, por jo t'i grishte. Kështu I dërguari iku pa bërë gjë.